I nderuar atë Nikola, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Janë shumë të rëndësishme liturgjitë e parashenjtëruara, që ne I bëjmë gjatë periudhës së Kreshmës së Madhe në mënyrë periodike, ritmike, sepse Kreshma, pa u bashkuar me Krishtin në misterin më të madh që ka kisha në kungatën hyjnore, thjesht është një dietë ushqimore dhe nuk e kryen funksionin e saj. Prandaj nuk duhet I neglizhoni meshat e parashenjtëruara, sepse jo vetëm na bashkojnë me Krishtin dhe japim kuptim udhëtimit të Kreshmës, që është një udhëtim drejt Zotit, na fuqizojnë që të vazhdojmë kreshmimin jo thjesht nga ushqimet, por nga pasionet, nga mëkatet, sepse kungata hyjnore është për ndjesën e mëkateve dhe për jetën e përjetshme. Amin. Sot do të flas për atë çfarë dëgjuam tek libri I Biblës, te Zanafilla, për një ngjarje të jashtëzakonshme që ka ndodhur, që gjithmonë kujtohet, të mallëngjen, të prek, por dhe që ka kuptime të jashtëzakonshme. Sot dëgjuam për Abrahamin, I cili quhet dhe ati I besimtarve. Dhe Perëndia Abrahamin e bekoi me një djalë në moshë 100 vjeçë. Ishte Isaku. Dhe kur u rit Isaku dhe Abrahami e shikonte si dritën e syve, atëre Perëndia provoi besimin e Abrahamit. Dhe I tha: "Merre djalin tënd dhe do ma sakrifikosh në një mal." Abrahami u bind Zotit. Jo se nuk e deshte djalin e vet. Djali I tij ishte pasuria e tij, ishte kuptimi I jetës së tij, por ai deshte Zotin më shumë se djalin. Edhe e merr djalin e vet, Isakun, dhe shkon në këtë mal, në Moria. Dhe në atë mal, bashkë me Isakun, gjitet. Isaku e pyet atë Abraham: "Zjarin e kemi, drut po unë I mbaj në kuriz, po qingji që do sakrifikohet ku është?" Dhe Abraham I tha: "Bir, Perëndia do ta siguroj." Dhe kur vajti në mal, atëre Abrahami me lot, me dhimbje, duke u dridhur, por I bindur Zotit, ndërtoi një altar dhe vuri Isakun dhe vuri dhe drut dhe ishte gati të sakrifikonte. Perëndia e pa besimin e Abrahamit, e provoi besimin e Abrahamit, dhe Abrahami u tregua I bindur, sa për dashurinë e Zotit ishte gati të sakrifikonte djalin e vet Isakun. Por Perëndia nuk deshte kurban njerëzor. Prandaj dërgoi me njëherë angjëllin e thot: "Abraham, mos e ngri thikën tënde ndaj djalit, sepse unë e pash besimin tënd." Dhe në atë kohë Abrahami shikon një qingj, një dash të kapur në ferra dhe e sakrifikon. Dhe thot: "Ky vend është Perëndia sheh, Perëndia furnizon." Ashtu quhet edhe sot e kësaj dite. Dhe Perëndia me anë të angjëllit e bekoi Abrahamin dhe farën e Abrahamit. Por del një pyetje: pse Perëndia nuk e lejoi Abrahamit sakrifikonte Isakun? Sepse Abrahami ishte gati ta sakrifikonte se besonte se Perëndia do ta ngjallte Isakun. Por nuk e lejoi. E para, Zoti nuk do kurban njerëzor, ashtu që mendoni njerëzit në atë kohë dhe vazhdojnë dhe mendojnë dhe sot. Sepse kurbani njerëzor, sado që të jetë sakrificë, është I papranueshëm, sepse kurbani njerëzor ka mëkat. Çdo njeri vjen të mëkatën së gjyshor, ka mëkate personale. Prandaj Zoti nuk e pranon gjakun e njeriut për të shlyer mëkatet e njeriut. Dhe diçka tjetër. Zoti nuk e pranoi që Abrahami të vriste Isakun. Pse? Sepse kishte një plan tjetër. Ai shumë e deshi Zoti botën, sa dha birin e tij që kush do të besojë mos të mbas, po të ketë jetë përjetshme.
Abrahami është një tip i Perëndis dhe Isaku është tip i Krishtit. Dhe ashtu si Abrahami ishte gati të sakrifikonte Isakun, Perëndia dha birin e vetëm. Ashtu si Isaku mbante drurt në kuriz dhe u ngjit në mal, kështu Krishti mbante kryqin dhe u ngjit në Golgotha. Isaku nuk u sakrifikua, se ishte panevojshme, kurse biri i Perëndis si bir njeriu u sakrifikua, sepse ai është qingji i Zotit që shtyen mëkatet tona. Prandaj të dashur krishterë, që nga ajo kohë dhe deri më sot, ne krishterë nuk bëjmë kurban, as njerëzor, as të kafshëve. Mund ta bëjnë të feve tjera, por ne nuk e bëjmë, sepse për ne është bërë therore, është bërë kurban qingji i Perëndis Krishti. Dhe kushdo i krishterë që bën një gjë të tillë, bën një mëkat, fyen gjakun e Zotit, e bën për atë gjakun e Krishtit. Prandaj është një mëkat shumë i madh për ata të krishterë që duan të bekojnë themelet e shtëpive tyre dhe bëjnë kurbane. Është mëkat që duhet ta rrëfejnë. Duhet thresin priftin që të ribekojë themelet e shtëpisë. Dhe mbi gjitha ta rrëfejnë këtë mëkat, që të largohet mëkati dhe dënimi. Dhe aq më tepër, ne të krishterë nuk ham mish kurbani. Çfarëdo që mund të jetë, kushdo që na fton, ne nuk ham mish kurbani, sepse ne nuk pranojmë më kurbane në emër të Zotit, për të pëlqyer tek Zoti, për ta marrë me të mira Zotin, sepse një herë për gjithmonë është bërë qingji i Perëndis që shtyen mëkatet e botës, e ky është Isu Krishti, të cilët ne e marrim këtu në kungatën hyjnore, trupin dhe gjakun e tij. Diçka tjetër që neve kuptojmë sot është, ashtu si Abrahami dhe neve do provohemi në besim. Vërtet themi që besojmë, por Zoti na provon. Jo se Zoti nuk e di se sa ne besojmë, por që të na bindi neve sa besojmë. Prandaj në jetë lejohen disa prova. Ndonjëherë disa prova shumë të rënda, sublime, vendosen përpara nesh. Ndoshta edhe me jetën e fëmijëve tanë, por Zoti na provon. Çfarë do bësh? Do ta ngushtosh zemrën, do ankohesh, do rebelohesh, apo do thuash si Jobi, Zoti dha, Zoti mori. Edhe diçka tjetër. Perëndia kërkon që fëmijët tanë jo t'i sakrifikojmë, t'ia kushtojmë Perëndis. Është një bekim i jashtëzakonshëm për një prind, kur Perëndia i kërkon fëmin që t'ia kushtojë atij, ai t'i përkushtohet kishës, t'i përkushtohet pendesës. Lum ata prindër që fëmijët e tyre nuk ja kursejnë Zotit. Ata kanë bekimin e Abrahamit. Prandaj të dashur të krishterë, rruga e besimit nuk është një rrugë e lehtë, është një rrugë kryqi, është një rrugë përkushtimi, është një rrugë provimi. Dhe neve kemi shembuj, siç Abrahami. Kështu pra, edhe neve le të vazhdojmë dhe ta dëgjojmë zërin e Zotit kur na thot, bëj këtë, le të bindemi për ne dhe për fëmijët tanë. Dhe le ta paranojmë çdo provë që Zoti na lejon, sepse Apostull Pavli thot, çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndin. Amin.